një hadith bukur, njëri prej sahabëve i bën një shërbim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në fund të këtij shërbimi pejgamberi alayhi salatu wasallam i thot atij kërko çfarë të duash. Ai tha pejgamberi i Zotit, unë du të jem bashkë me ty në xhenet. Tha pejgamberi alayhi salam kërko diçka tjetër. Tha pejgamberi i Zotit përderisa më the kërko çfarë dush, unë këtë kërkoj. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam normalisht duke pritur dhe shpalljen nga Allahu i tha, atëherë më ndihmo, i tha, dëgjoje. Atëherë më ndihmo dhe ti mua duke bërë sa më shumë sejdë për Allahun xhella xhelaluhu. Atëherë nëse do që me të vërtet thjesht një shkallë me mua në xhenet, unë do i lutem Zotit për këtë të premtoj, po edhe ti duhet më ndihmosh mua duke bërë sa më shumë sejdë për Allahun xhella xhelaluhu. Për këtë arsye, në hadithin e njohur, hadithin e të dashurve të Allahut, Allahu xhella xhelaluhu si transmetohet pra nga Abu Huraira dhe Allahu ta'ala se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu i lartë madhëruar ka thënë, kush më prek të dashurin tim, unë atij do t'i shpall luftë. Kush më ngacmon, kush më lufton të dashurin tim, unë atij do t'i shpall luftë. E njeriu nuk mund të afrohet tek unë me diçka tjetër siç afrohet kur është korrekt me farzet, obligimet, detyrat. Dhe kështu njeriu vazhdon të afrohet tek unë duke bërë adhurime vullnetare, gjërat pëlqyeshme, gjërat mira, gjërat preferuara, derisa të arrijë në dashurinë time. E nëse unë robin tim do ta dua, thot Allahu, do të jem shikimi i tij që shikon me këtë, dëgjimi i tij që dëgjon me të, dora e tij që prek me të, këmba e tij që lëviz me të, goja e tij që flet me të. Pra nëse njeriu arrin me adhurim dhe përkushtim ndaj Zotit xhelle xhelaluhu, fiton dashninë e tij, e po e fitoj dashninë e Allahut xhelle xhelaluhu, Allahu do të jetë në mbrojtje të tij, Allahu do të jetë në udhëheqjen e tij, Allahu do të jetë në suksesin e tij, e ky njeri vetëm se mirë dhe marr ka për të parë.